Një 42 vjeçar është arrestuar në valën e Dejës pas një incidenti në fshatin Hajmel, ku kishte bllokuar rrugën dhe penguar qarkullimin e automjeteve gjatë një aktiviteti festiv. Shtetasi AP kundërshtoi punonjësit e policisë së forcave të posaçme shqiponja gjatë kontrollit fizik, pasi u gjet një sasi lëndë narkotike kanabis. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia sekuestroi gjithashtu municione luftarake. Pas veprimeve procedurale, oficeri i policisë gjyqësore i prokurorisë urdhëroi arrestimin e tij për veprat penale, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, municioni dhe lëndëve shpërthyese, si dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Njoftim: kishte bllokuar rrugën duke penguar qarkullimin e automjeteve në fshatin Hajmel, si dhe kundërshtoi punonjësit e policisë gjatë detyrës për kontroll fizik. Pasi kishte me vete një sasi lënde narkotike, arrestohet një 42 vjeçar. Gjatë kontrollit të ushtruar, ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lënde narkotike kanabis, ndërsa gjatë kontrollit në banesë ju gjet municion luftarak. Pasi kishte penguar qarkullimin e automjeteve të tjera në fshatin Hajmel, atë një aktiviteti festiv, punonjësit e policisë së forcave të posaçme Shqiponja kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe janë përballur me kundërshtim verbal nga shtetasi AP. Gjatë kontrollit fizik, këtij shtetasi ju gjet një sasi lënde narkotike, ndërsa gjatë kontrollit në banesë ju gjetën dhe ju sekuestruan municione luftarake. Në përfundim të veprimeve procedurale, oficeri i policisë gjyqësore i prokurorisë bëri arrestimin e shtetasit AP 42 vjeç, banues në Dej, për veprat penale kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, municioni dhe lëndëve shpërthyese, si dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve.